Një banor nga fshati Forin dhe një qytetar i Gostivarit mbrëm rreth orës 21 kanë filluar një konflikt verbal i cili më pas ka eskaluar në qërim hesapesh me dhunë. Pas përfundimit të rrahjes, Gostivarasi ka hipur në veturën e tij që e ka pasur të parkuar aty pranë, por banori nga Forina e godet me veturën e tij në pjesën e prapme të automjetit. Policia ka arritur në vendngjarje dhe banori nga Forina me një bashkëudhëtar të tij i ka arrestuar për kërcënim të sigurisë publike. Aktualisht, policia po heton arsyet e kësaj zënke. Mbrëm rreth orës 21 një 45 vjeçar me inicialet e ZR nga fshati Forini i Gostivarit ka denoncuar në polici se në rrugën Sede Kostovski në Gostivar janë konfrontuar verbalisht dhe më pas edhe fizikisht me një 49 vjeçar me inicialet LZ po ashtu nga Gostivari. Gjithnjë, sipas raportit të policisë, me përfundimin e këtij konfrontimi fizik, personi me inicialet LZ ka hyrë në veturën e tij të tipit Audi me targa të Tetovës, e cila ka qenë e parkuar në afërsi dhe në përpjekje që ka bërë për të dalur sërish, ka konstatuar se personi me inicialet ZP me veturën e tij të tipit Mercedes me targa të Gostivarit e ka goditur atë në pjesën e prapme të veturës së tij Audi. Ndërsa pas pak kohësh, personat në fjalë nga Gostivari janë arrestuar nga ana e policisë për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale nxitje të rrezikut të përgjithshëm. Ata janë marrë në polici, është biseduar me to dhe më pas janë lëshuar. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të detajeve që kanë çuar deri në këtë lloj konfrontimi në mes të banorit nga Forina dhe atij nga Gostivari. Në zbardhjen e detajeve të hulumtimit do të ngritet procedura adekuate penale ndaj fajtorit.